Atje është Rakoshi, aty është Kërnina, toke bekuar janë këto lëndina. Atje është Rakoshi, atje është Kërnina, toke bekuar janë këto lëndina, toke bekuar janë këto lëndina. Lagje pas lagje, fshat pas fshati, kemi mbërritur në fshatin Rakosh, komuna i Stog, dhe e kemi të ndëruarin Haki. Haki, përshëndetje. Përshëndetje. Si kalove sot? Në punë. Pak pushim kombo. Qësh është një ditë e zakonshme jotja? Unë quna me nxes, punoj deri shpesher baki gjithë ditën ka raste si më ndrojë fëmija. Dikon deri në javë 2, masane 20 në orë 2, kthejna prapë. Si zhvillohet jeta në fshatin Rakosh? Do thotë, si qytetari i këtij vendi, çka mungon këtu në Rakosh? Për njerë, mas pojë popullata, ka pas shumë, nësë baja ato më ke fratime, po këto ma shqetsuse. Nështë të në të në onë, në shto, gënë gjëra ka që përsho pak njerëz, vishtë në Rakosh ma keq. Dalim ka hemi një që selmone e kem kështi që të, është në këshuem një gjallë. Pa e gësi më kon luft, si më kon para një punet keqe, të më thonë nuk kem prit që shto krejt. Këtu një kodë gjatë nuk ka pas perspektivë, ujë s'ka pas. Një pjesë e madhe kur e ka pas që s'mund më bëj jetë normale, mos të shuj ma largë po shkon në banjë, nuk mund me lëshu ujtë, nështë ta pak banale po s'ki qka. Nuk s'ki ujë, për shkak këta që të në ndërtes, që thujnë zite o lirit e kanë zirë, e kanë hekë për me mund e pik ujë. Në nani kanë bo fjallën me veti, lagja johaj këto, mos vete kanë pas keq, shumë zërë me jetu. Rëthina që ashtu, për shtot i ka pas njëri... Ujë të pijes mungon. Jo, deri tash. Po, tash për shembull që një vit të gjys, orë në Rakosh, na kemi ujë. Po, rrethi, na nuk po flasim për Rakosh, edhe rrethi nëse na vorën pak për rrethit. Domethënë rrethi është pa ujë hala. Jo ndo fshatra, është e çuditshme. Bën do projekte shumë interesante për bie shka ne. Unë më kon në komunë kritik shalon. Çdo projekt më shon njerëz ujë. S'ka ujë. Çka e vjen jeta aty në jetë. Si ki ujt 60% kushteve si plotson. S'ki pastërti, s'ki ekonomi, s'ki borshe, s'ki kurrë, s'ki ujë, s'ki kurrë. Do të thonë që të farë punë komprit si po rregullohet më shpejt. Shumë më të vonu. Neve na ka ardhur edhe me do fjalë të kësia që edhe ju e kemi anal. Pe vjedhë njerëz ujt, na nuk mundem me kontrollu. Na biseda e fundit që kemi pas me kryetari ka thonë që një pjesë e madhe pe kesh përdoren ujt. Është e vërtet. Po s'më më thon fshiv tash hajdore tash hysinë as bilollet. Pse pe kesh përdorur ujt? Po kanalizimi? Kanalizimi për shembull lagja jam nuk ka. Lagja jame. E kemi pasur problem në vogël, s'ka temtu kush më zgjidh problemin. Ju s'po doni ta fila një kushëria me ka kundërshtuar një 10 minuta. S'po doni ju ditën e mirë. Unë komprit si pe morë ma qetësuese për punë. Ka shku projekti mos së morë kush me neve. Unë kom bërë kërkesën 2 herë. Po, jo. Pastaj që të qendra e fshatit nuk o bëjmë investime sa dot. Na jemi me gëzim e kemi prit e lirin, po kemi prit pak më shumë. Do më thonë që të një pjesë që të shkolla, o kënë bërë gjungël. Qasë shumë ka pas bori madhe, një dhe gjungle. Halo ka fillu për shdyt, o do kështë italian morë me intervenu, fori italian, me qelë që o konë më rëzik më zhvëfën në Gjapnesha, farë krokodilja, po qasë që o konë boshë veli keq. E kanë hek, po du më bëha pet. Kom prit pak në investim, një kanë lezim që të shumë i keq. Ujt të shiut, po është i mbytë me betorina. Nuk e dim jashtë ku të sheni. E di që po thunë ka investime nuqe, në Zhakove, në rrugan e këneve, në qenë do kom prit pak ma shumë. Po trajtimin e mbeturinave, për shembull, a ka far deponie afër që gjunja, çush ja bëni? Na jemi shumë kënaqur me ata mirëmbajtës. Të mund jenë të rregullshëm.
ekipi më i mirë si punon komunë është mirëmbajtja. Edhe vinë kanë pastojnë fshatin, bojnë do kositje, nuk ka keq për tyne. Një pjesë e banorëve nuk duajnë. E gjuajnë lëm, e gjuajnë mal. Kisha pas edhe unë i kom thonë që të farë probleme dosh me shëtu ka të une. Nuk o dosh me ndodhë, kjo hala me një pjesë. Po... Ka që e gjujnë edhe... Lartë i kim na vorët si për mi. Më shku mas vorëve që dite çfarë deponi e madhe mbetërina vashtë. I ka he komune, apo me përcjell, me bu një zgjidhje. Në padalisht e ka bu një zgjidhje, ka rrëthu atë venin. Po konë shumë deponi e madhe, e ka rrëthu me tela. Qysh ja bojnë, jënë përgjithë se ata. Ata po presin për neve na me thonë, ty me thonë ati, pse po gjuhë për logë, ka gja probleme, thonë dikujna. Po rryma, është të dëpë infrastruktura e rrymës? Rryma shumë e mirë. Po, desa të vjen nakosh, shumë keq është. Të më thonë, tensionin olë shumë keq, ky lokal, o shumë regull. Nuk mune më kesh, o shumë regull lokal. Çdo teli ka 220-230 volt. Po një ere vogël, çka do një problemi vogël, prishet në Sagell, jemi na barrym. Prishet në Shoshic, jemi na domon të shuni në nord duke investu. Kemi pritë dhe ato, kom pa vështu me na imin, thesha bojmë kërkesë në nej. Jo, bëhet, se edhe unë kom bërë kërkesë, më duket të më hanu e farë pune, jem shqetësuar boni pak një ere vogël në barrymin. Për ndryshe, mos me pas herë, më po kënaqe, shumë rregull është. Jeta në përgjithësi për pas tyre problemeve që po i ndajmë bashkarisht, si të shkojmë puna këtu me këtë dyqan? Unë si vetëm jam si biznes, kam do konkurrent vogël, punoj goxha mirë. Po në përgjithësi fshati shumë dapt. Të më në të shku për shtetet e poshtë. Kanë emigruar rinia? Kanë emigruar rinia, ata që janë pasiv janë, diçka do njerëz, veç që këshu interesin, vishtit, shkoj gnat, pak ma nej për shëshnjë nuk intereso kërkujna. U do shtë pak më interesu me post një jetë për bashkë më të mirë. Një ambulancë e kemë mirë, është doktore mirë, janë të mota shumë mira. U do shtë, ta një biznese ka pak shumë. Nuk i ka here një bukë e merë furë, nuk ka shqitore ma, në qitë shqitore. Nuk ka punë, nuk ka perspektive ekonomike shumë dhe këto këshën. A ka klient cilë të hynë verësit e kjo këtu? Për fatë kesh po. Na, jo që kemi nevojë me bo shqitje për në bashkëpunim me ta, po një pjesë që qëllojmë, një pjesë jenë mësu, për shkon të ra. Nuk është taj problemi madhë shumë për neve, se e kemi kuptu kush është i mirë, kush është i keq, që më shku, misë se së mirë hiç kërkujna, po shku të ra e biznes, nuk ka puna kësë të dretin. Falemderit hake. Me në të qofshit. Ju përzej për misionet, për të mira, kreti kena po. Ne jemi për qytetarët, jemi bashkarisht, vetëm drejtën, vetëm realiteti. Ska shumë mirë. Falemderit. Respekt. Nuk ka keq. Në ma ujë kemi keq dhe vjetë në kanë lidhë me stëgë, ujë kemë regullisht, rrymë kemë, rrugët në e kanë shtru. Kanalizimin e kini... Po, në e ka e në qitë në Rakosh, kajtë në qitë kanalizim. Tjetër gjonë... Qka mungën këtu në fshatin Rakosh? Pse po thua është e mvarë në punësimi në politikë? Gjithmonë e konë bëcë. Gjithmonë e konë kësru. A pe dina s'po dënë, ku për nëndë, kalzëm. Në më thonë, nëse si jemi një parti politike, harro që jenë vend punë. Qa kujtofte? Kajtë interesin pyjtë shkanë. Tha, një huaj sa kësh pa thonë, maj ma interesit se feja. Edhe, imam gjamije, edhe shkuen kjo bond, kjo mledhe, do në këta gjallartë, si më thonë në tash, Islama Gjia ka qitë fjallën, ma interesit se feja. Hajde me përjashtu, huajqen, që ka full, pse. Edhe, për vesën ata, për pysën, asë një nuk fullis. Tha dhe e pranun që që është. Edhe huajqa ka interesin. Edhe feja. Mbeturinat, bërlogun, ku e gjuni? Bërlogun, vinë na morin këtë. Po? E kus di ku e quen musë. Quen atje. Dikun manina më quen valla për do brava, di ka quen anena. Si Islama, ka far deponijet mbeturinave këtu afer, dhe më thonë që i gjujnë mbeturinat. Që tash momentalisht ju, i kanë gjujt rrugëve që atje. Nati kanë gjujt e knena, po tash i kanë hjek, tash ja kanë pru kontena se cilët e ka kontena, e që vjen najnë në gjithë në premten e merë në ndora, edhe nuk ka probleme. Ski, veç njerës të qajnë, që ka e njës, pa kulturum që e zhujna, ne qesin e për rrugë, së tash janë bon. Une, për ta thamë drejten, së nësë në kam mardon punë këtë, sikur, asë thmejin asë kanë, i kam atje jashtë. Edhe një djali kom pas këtë, s'ma kanë pranu.
kur një monumente ne. Edhe nuk kemi lidhën me asnjë partisë. Qështu? O kon gabim që se koni lidhën? A kon? Po e unë jo, më vota gjithë, po kur që? Jap. Kur avicën vota thëshëm po ta bëjnë në rafsh. Se ka vosi. Rana në komë, shta? Pas i zam falënderit. Rëmi! Jemi të klazja Haxhiaj në fshatin Rakash. E takum një djallë që bajagi është i popularizum. Është dini ku e ki fletën mas parit din. Ajo fleta jote e famshme. Ku është? Fleta janë Gjigonde. Njeriu që e ka zbulu një melodi. Është nësime të kuktë. Besova që hinë libër të genisit. Edhe e hinë libër të genisit. Po, një farë. Abedin Haxhiaj, fshati Rakash. Ky është ekspert i një flete, një melodie, na trego pak për çfarë. Është do mos për përshëndetje shoku jam. Respekt. Që spontanisht në zonë këtu veç nëse po Bravo, plumb. nuk mujta më thonë ti jo se çe besa me Falënderit. po pa zot dikush ose Albertin e shalmeru. Sa i përket temës rreth fletës apo? Fleta ka një instrument shumë i vjetër për mu. Do të thotë që për viteve 90 ose që kom qitë në skenë, më në konë shumë interesant aja pikë muzikore, falë Do më thonë ke kriju nota me po, ta. falë ansamblit, të ansamblit Selma Kadri, do më është ngrit pak ma lartë aja farvlire sajna. Edhe kom arrit ma shku dhe një festival që quajt një mirë një mërkullit të Kosovës, që është një mini genis shqiptar. Bravo. Edhe nuk është pak e vogël, për Kosovën është një traditë e joni, është një traditë, një instrument i Do më vjetër. thonë është muzikë me fletë, me gjethe. Po, është instrument tipik shqiptar. Zakonisht fletë janë ato që ekzekutojnë meloditë më të mira janë bjeshke, se to është, po këto është e orës, se Po, një lloj hardhëje thirrët e çështë. a muj me pas të e fletë të? Jo, që vjesë, që vjesë. të jo. Po jo, se tash kemi edhe këto, kemi bërë fara një rast digim pas. Apo? Ngushllime. Faleminderit. Ta E kështu sa që të rego pak për jetën përgjithësi. Çka po bëhet fshatin Rakash? Qysh po zhvillohet jeta? Uja, ka kanalizima, qysh është gjendja? pikërisht që ky vend këtu ku keshën se të bënu këtu, Po. ky vend është me ujë është. Ko ka nuj. Edhe bën bereqete shumë lloja. Po. Po Çka s'kan të mjellë shbon. çka të mjellsh bëhet. Po s'kan vullnet, njerëz nuk kanë vullnet punës. Pse, Çmimet po, e shtrejta, nafta ka qenë e shtrejt. Do të thotë që ju ka hup një farë, ju ka hup dikati i punës, vullneti i punës. Nuk e di pse çka ndikon, ne emigrojnë shumë jashtë. Këtu na jemi dikun rreth 52 shtëpive që lagja Haxhia që jemi për ditë janë lëshu. Po pse, ku është arsyeja? Pse e lëshojnë? Çka mendon? Po e për shkak ishte të kurtës për më koni jetë më e mirë se diçkas. Qysh mund të më koni jetë më e mirë? Po e nuk e di, se cilë ilet e përvan. Masone, mas po e thëmë jetë mirë, thëmë, ku të gjoni jetën më të mirë, vazhdone, se këtu s'ka perspektivë, këtu s'ka kur gjoni herë për herë, kur gjoni sënë është rejt, rrima është rejt, buka është rejt, këto mos mi punu këto s'mosh mi fitu, mi ble është rejt, pa ka është problem. Do më zdash më që duhet mi mjellë të këta, Thjesht. duhet mi mjellë. A kire vërdi, s'kire vërdi mjellës. Unë për shembull rreth 1 hektar në vetë e mjelle, edhe kam kështë vjetë, mi vjetë që kam ngërmëllu grunë në përmëllijet ndryshme, për shkak sigurisë bukës, pse nuk ka lojë me bukë. Normal. Buka është një senqës që Aja ka vlejt që e ke mjellë grunin? jo, Jo. s'ki llogarime. Se kostaja e... Kosta është, unë pas të i pojë rreth 600 euro për shkak për 1 hektar, aty me 200-300 euro ti merr këtë për një vetë. Me punu si ja vlen. Sa i përket ujtë pijes, a keni ujtë pijes? Po tash bërimit i strukut e tje ka ujtë pjesë. Po. Tash mirë është njerë. Kanalizimi në fshat? Kanalizimi është mirë, ja çdo sen është në rregull. Po. Njerë për herë mirë është. Këtu vetëm mungon vullneti i punës. Vullneti i punës. Shokat normalisht nuk kanë sistem të ujitjes, a jo? Jo nuk kanë. Nuk kanë. Jo s'kanë sistem të Ose atje lumi në fund? Një lumë që ka lënë? Po është lume, po këtë është kjo edhe pak Kështerat. ky shterët. Për shkak se janë atjeve në alit, pak atje është u që atje pak E ndolin që ka atje. pak doli o, ka pak jo, po edhe ata
Ka që mirë dikush me kushtije me sen edhe... Pse Rakosh? Rakoshja s'ka. Rakoshi të ura në Rakosh, Rakoshi e ka morujt nuq, e ka pru në Rakosh. Në Rakosh. E ka thonë Rakoshi ka mbet, e pe ju që e ka morë. Toponim shqiptar. Po, original. Original. Shotë në Rakosh, kishte më qenë shumë mirë, po të kishu i të pishëm, ta mund si ka në burim bjeshve, në burim. Këto bjesh kanë mjaft. Po vjen në përmes sistemit, nuk është i mirë për pije. Pse është, ma mirë din ata atje një stëgë, se na. Pse? Atje në burim, sidomos në vojt dull, flenë dikun, po një 7 copa lëp për mi kru. Është kru një rafsh, 1 metë, s'ka ma shumë ajdamor, kem pi ujë 100.000 herë aty, po është shumë ofër tuke. Edhe aty flenë lëp të nëverën. Një shimë ra, qaj, Vjenin ndotun. i vjenin ndotun edhe shumë herë kemë thonë, po si duket ka hasë në veshin e shërdh. Kjo tokë ishë mirë, më pas kush, më prujna, kjo pejaz dhe në zhejbën. Edhe është tokë e qëndrushme për thacira, kjo me pak jo ecë, me pak, nuk ka nevoj, me rigasie, me pak stërpikje, më pas ujna, sigur, që shkum palë për do vena me stërpikje, me sene, bëmot bërëqeti bëllë, po s'ka. Ja bën të gjitha punët, edhe me ple organik, edhe me të gjitha ja bën, po do të më këshyrë për pjetë në qilë. Po s'pat shri, ose uj, shkaj bërë. Ka realizim akon fshat. Në fshatën tonë, me gjithë se që ka njësë me emigru njerës, rinia fort shumë, shumë janë ka shkojnë jashtë, edhe veç fullet për më dalë jashtë. Veç fullet. Ta na jetë fullet, veç qysh më dalë. Jashtë. Veç për jashtë, aty e kanë menën, aty e kanë shpijeten, aty e kanë qëllimin, ta na i kanë. Pse është arsyeja? Ku është arsyeja? Arsyeja është se fshati jonë, nëse në kohën atë përpashme të kralit e ticë, si me konë punësum kërkon. Rana një aty këtu adin, edhe ajo për vazhdan. Edhe në këtë liri. Edhe tash për vazhdan e njëjta, kështu që na në punë, veç punë krahë, ose dikon na i punë të raunë, se punë që është pak adis si luksoze, na s'mujmë më mrihet. Jo. Bile me folë një realitet, edhe qashtu është, ma ka kry qika shkollën për muzikë, fakultetin. Edhe këtu një shtëg ka konkuru, ma murë tha, babi, ati po thamë që shka thonë, babi ma murë, një gëru tha që me intervenime ka kry shkollën, e në pej, edhe ka pas atje bashkë me ta, edhe këtu tha ma murë pej dore punën. Qka më thonë tjetër? Edhe o i ku shku në Prishtinë, edhe tash e ka gjithë vetën në Prishtinë, edhe kështu ka qenë edhe në kohën e ticë. Po s'po të dikon aty. Krejt njerëz që në konë, që kanë kry shkollë me 10 në fakultetin, që konë më taftë, i shtugu si ka pranu. Gjithë më në deshtë më emigru në Prishtinë. Prishtinë. Po në Prishtinë. Më thonë e njëjta. E njëjta hala që ashtu për vazhdan, bile më ta thonë, unë e thëmë një farë fjale, po e krjeve shkollën, e se din matematiken, s'ke bo kur gjë. Po hisë mos pasi kry shkollë, e din matematiken, bile diçka bën. Bile diçka bën. Nëse se krynë, po e din bak, e din matematiken, bën diçka. Qështë du të më ndryshu? Qëka du të më bo për me... Du të më ndryshu, marë disa njerëz, e ke po, a i hinë nëherë nërë Bostonit, ku ka me e këtjerë. Po. E mira ko kall, teng, Bostoni mirë vën, ting. Sikur Bostoni nërë, që hinaj mjeshti, aj mjeshti fort, aj... Që e njenë. Po që e njenë. Si të prek me kokall, a e din, a vyn, a zvyn. Edhe që ashtë të duhet mi zgjidh njerës të, për më më arri diska. Për nëryshe, që shtë ka më shkue me vite, që unë s'ka më konë his, që shtë ka më shkue. Theshin plaka të fra fjale, në ngritet konin
e mëse ngrit pa konin, a di plakat e kanë thonë të që 60 vjetë bjesht. Ngritet konin mëse ngrit pa konin. Do më thonë, kishte me këthy kështu, njështë, aty thuhet një fravjale kështu me gramatik, ngritet qenën, Mëse ngrit pa pa qenin. qenin. E plakat e thëshin aty, Ngritet që konin 60 mëse vjetë, ngrit pa. mëse ngrit pa konin, për ngritet konin, ose ullet konin e ngritet pa konin. E këtu, në komunën tonë është qikja, originali është qikja. Duhet mi morë njerës që i din matematikën, që punojnë, si kur shpit vetë, si punojnë shpitonët e qërë, i hek teshat i gjunë rëp, të trejet, i vjesht vjetat, bëmër, i kërlëshan, punojnë, edhe jep, diçka bën, jo dho, teshat me kokallaj, e pore bëllaj, batës nuk është për më të dhe shtetë. Unë e më konë në Zvicër, Allah, një gru i këshyrke 40 copa lëp. Një gru 40 copa lëp i këshyrke. Pasha zëtë më të fonka bashkë kur fishek të mazerës. Një gru bre, këtu vlos. Organizimi i mirë. O burë, e kanë pas senet në regull. Gjithë shka konë me regull. Shkova bëllin herë në Zvicër aty, shkep ke plejaj me një farmacinë. Vis ka pak ja gjuhë që të adin. Thash, që po bën, pak e kësha mësu gjuhën. Tha pja shkipi, thash, jo, po fil, shumë, adin. Tha, na, zgudzojmë, pe i shteti, e kem para pome. Këtu na, zdi qka hapë, zdi qka pip, zdi qka bon, të la, asujt si e pi, se kom sigur. Asujt si e pi, se kom sigur. Veç ku shkoj të kronin bishk. Që aty e di si del për kershe, se këtu jo, kush nuk i bjen mas burë ujna, porët i morën, na porët për të mja pagu. Po se pagun të qënë të përmbarusa, që apë e thërën atina. A kështë menu për shamë për derisa komuna e Stogut është e pasur me ujë, normal. Edhe me bon për shamë si derivate që shenë e gjipë për shamë 10 cent litra e noftit, ose 15, edhe këtu më na e bo ujë të falë. A i shkoni dhe bilista ujë me pas... Komunët e Stogut, këta si e nordë, ka pas pore, ka dhonë donacione bëllë, e këta i din ka i kanë qu, me pa pastru ujna, si kur drinën e bardhe, burimin e Stogut e burimin e usje, ka ajo surgellat vetën me i pastru këtu sene, e me ujit, edhe me javë shqujt në për shpia, edhe më pas ujë edhe për bashkë, edhe për hadë për ujitës, s'po kanë ademis për bashkë, për pije, për këto më konë pasta, mile qatë këpështë të bësh me ditë me shka për ujit. Ky ujtë tonë, që bërën në Gollostene, vjetë të poshtë, e merë uqën e haqjia të poshtë, deri shtash, sa këmë bërtit mbledhe, hakirogovë, se o dek, tash o shku, basa, apo me rerë, ka po bje lagjës, ujtë ndotur, dhe në pikë edhe këmë bërtit fërët, thash edhe ti si e konë, thash në ledeke, kër i mi konë na, kër e këmë fërmuë. Ka herë dhe ti, më rëshës, unë maj pari, pera koshi, në vrellim shumë, maj pari dhe kemë formu lidhën demokratike dhe kemë pas në plan që ronza mu punësu, ronzës mja për ujtë, ronzës mja bo kushtet, mas me dom të malijet, mas me bo dhe sene mi shtin pun, jo lo ata në pun hinda ata që shikon apeti pun të vet, apeti pun të vet ata. Ronza me të e bo në helaj bjeshkën, ta naun të bo lëm bjeshka, shkatru krejt. Edhe mba nesja unike për burri fort, shteti nuk më atë shtë, shteti s'më atë shtë, do të më pënu, do të më gjallnu, do të më rujt, do të më shtërmu rrypin rap, edhe guen, me dhonë shumë sa dënë kja, pak për gjysë me dhonë, edhe me metë edhe pak dikuj me metë, se unë në po kam balla, mira valla, për ty jo mirë, për mu së është, ose për atë tjetër, ose për këtë tjetër, së është mira ja, shteti o shtetë, nuk jo kjo loj, nuk jo kjo, së është kjo, që më thonë, nuk është, më lujt me shtetë, më rëllam, më lujt me popull tonën. Po ti është nashti stonku, jonku, bronku, s'kish gudzu pasha zotën, herë kështë thonë mledhe, s'po vjen ujtë e mirë, ishin që me bagirë, me këti shku, atje këshin zjedhë problemin, po kështu hez vla, 100 herë kemë thonë, kërë gjësë merët vesha e punë, fële, e adin s'po thamë qka. Falënderit shumë. Fole, dihet çka. s'po thamë qka, adin se... Të ndëruar me basi nëse tu,
nga fshati Rakosh, komuna i Stag, për qytetarët me qytetarët, lagje pas lagje, fshat pas fshati, do i dojmë hallet bashkë. Atje është Rakoshi, aty është Kërmina, toke bekuar, janë këto lëndina. Atje është Rakoshi, atje është Kërmina, toke bekuar. Përpara u konë ma vështirë me këto sona, Rustem. Po valla përpara kon ma shti se ka pas se nuk janë konkurse. Rrutulla, Po rrutull. s'mbledh. Qashtu. Besa edhe me lastar ty e bajt. Besa po. A e ke bajti me lastar? Kom bajt me lastore, kom bajt besa biç me kual kështu me Po me trin. po me trin qashtu. Qashtu. Ju jeni fshatit Rakosh, apo? Po në fshatit Rakosh. Sot ke orë këtu tek Po, toka jetë. Tu e mbledh, sonë, po. tu e mbledh sonë që tu e po dojgjë. Sa hektar tokë keni? I kena dikun një 4. Katër. Rreth 4 hektar tokë që A i ki gjitha me barë kështu, apo i ki me grunë? Jo, jo në do me grunë, do me kolomaqe. Po. Si po e si jeta në përgjithësi? Qësh është jeta në fshatin Rakosh? Jeta në fshatin Rakosh përgjithësi është kush i ka mundësi të është mirë. Mirë. Po kush i ka mundësi të është mirë. Po tash gjithë kush i ka të hallet e veta. Definitivisht. Ju çka bëni për jetën? Une për jetën, po mos po çka më thon për jetën punojmë, Ku punoni? une punoj në pej. Pej punoj Mercedes-Benz i liri, Je mekanik. po mekanik. Apo ka punë me Mercedes? Po që s'ka punë sa. Apo të vinë të shtëpia? Po i vinë edhe të shtëpia, po të shtëpia s'pi pranojnë të shtëpia se une punoj veç me kerre të reja, Veç me kërët. veç me kerre të reja. Qenë ke me fat me profesion se paguhet mirë. Po i vallaj po paguhet mirë, nuk është se s'paguhet mirë, po s'po ka çaq s'po kanë parë populli. S'po kam pare. Qësh është, a keni ujë në fshatin Rakosh? Po në fshatin nuk ka që s'ka ujë që tash për momentin, që tash ka ujë, po dikur po na i nalin, Po paksohet. po pak besa edhe për reduktojnë shumë. Bova ki 2 ditë, 3 ditë s'ka. Plus në rast kur nuk ka ujë, qësh ja bëni? Qësh e Duhet me bajt e ujtë e pishëm, duhet më shku me bajt një stog. Bova ki, edhe një stog kur s'po ka po duhet me ble që shumë me bidona me mush, që të vaga një stog. Në qender, që të ku po ka ujë, se ndryshe nuk po bën. Se edhe në shumicën e banarëve do nuk po pihet atë.